Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithat ata që të përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jalla, sot do të flasim në lidhje me biografinë e një prej tabiinëve, një prej besimtarëve të mirë, i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk ka pas rastin me u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe rrjedhimisht kush beson kohën e tina e nuk e ka marrë statusin e sahabiut apo shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka zbritur një shkallë më poshtë që quhet tabi'i. Kam fjalën për një njeri të devotshëm, tash e ka emrin Uwais bin Amir al-Qarani, nga Jemeni sot shumë. Një njeri për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë fjalë të mëdha, edhe ka lavdëruar shumë. Ai ka thonë Omerit radiallahu ta'ala anhu, pasi që ka treguar për realitetin e tina, se nëse e takon, lutem me bë dua për ty. Prej të mirave që e ka cek, e që do të cekum edhe në vazhdim kur e cekum në rastin e tina, ka cekur se ka qenë njëri i sjellshëm me nonën e tina. Bile të tregohet njëra prej arsyeve edhe pse ka qenë musliman, e nuk ka ardhur në Medinë mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka qenë pikërisht sjellje e mirë me nonën e tij. Kjo temë që po mundohem me trajtue vazhdimisht në ligjëratat tona, edhe në ligjëratën paraprake kur e kemi sqaruar hadithin ente wa maluka li abik, ti dhe pasuria jote janë të babait tënd. Kemi treguar se Islami çka ka shkuar, dhe më thonë me brymos zemrat e njerëzve, edhe me forcu çështjen e prindit, hakun e prindit, sjelljen e prindit, sa që ka ardhur dhe ka thonë se edhe pasuria jote, ti dhe krejt pasuria jote janë të prindit, mos e kontesta këtë punë, edhe pse kemi sqaruar dhe më thonë hadithin se çka do më thonë konkretisht kuptimi i këtij hadithit. Mirë po, deri aty ka shku dhe adhura Allahun azza wa jall, e mos i bësh shokati, e pas adhurimit Allahut, si do mirë me prindin tu. Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur është pyetur se cila është vepra më e mirë, ka thonë namazin kohën e vet, e mbasandej sjellja e mirë ndaj prindërve. Kur është pyetur për gjunahun më të madh, cili është gjunahi më i madh, ka thonë me i bësh shirk Allahut azza wa jall, e mbasandej mos sjell mirë ndaj prindërve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke hyrë në, dhe më thonë hutbë, ka thonë 3 herë amin, e njëra për atyre kur ka thonë amin, ka qenë se i përbuzur qoftë ai personi i cili e arrin pleqërinë e dy prindërve, e nuk bëhen sebeb mirësira ndaj tyre me shtin xhenet, edhe ka bë Xhibrili amin, edhe ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam amin. Ata 3 persona të cilët kanë hi në shtëpell mustrehu, e që ju kanë mbyll, do më thonë ajo shpellë me një rast dhe gure që ka rrëshqit, dhe s'ju ka mbetur asnjë derë, vetëm se me lutë Zotin me veprat më të sinqerta që i kanë bë. Njëri prej tyre e cek çështjen e mirësjelljes së prindërve të tij, dhe i prindërve të tij, dhe bëhet sebeb që një pjesë e atij guri edhe asaj vrime me u hap.
Pra thjesht çështja e sjelljes mirë ndaj prindërve nuk është luks që kërkohet. Që nëse e bën, nëse sillesh mirë me ta në rregull, nëse jo s'ka gale mundesh edhe me quhet domethënë shtëpitë pleqve, me rahatue e kështu me radhë. Kjo realisht është diçka kulturë e futur te ne, s'është kjo islame. Kjo është atyne që s'kan fe, ata që zbesojnë Allahun në ditën e gjykimit, ama besimtari realisht thuhet se kjo uvejsi për nonën e vet, edhe pse zakonisht njeriu nëse shkon një udhim për disa ditë dhe kthehet, ka mundësi me e gjetë një zavendësim, domethënë që me kthyr dikush nonën. Mirë po e ka pasur çaq ka qenë e lidhur në nona për ta, saqë edhe mungesën me dal prej vendit vet, me shkuat te pejgamberi se më taku s'ka mujt me e dëru. Edhe për këtë arsye ka nejt, mos më aprish qefin, ka vdek pejgamberi sa më nuk ka ardhur, domethënë knena ka Mekë e Medinë vetëm pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ka besuar. Pra, janë çështje sahi të vogla, ka herë njerëz që janë shkalojnë me prindët e tyre, se nuk është puna që ndoshta edhe ka nevojë fizike ose materiale, se ka mundësi pas punë më mirë se ti. Ama atë ngrohtësinë, qoftë në mëngjes, qoftë në mbrëmje, ka mundësi më jap vladje prindit për çdo ditë. Nuk ka mundësi kërkush m'ia pagua ti me parë. Një mirë mëngjes, një natë të mirë, një fjalë me ndru me ta, një llaf me e ba me ta, edhe pse nëse ndoshta keti i ka dhe si mungon asgjë, thjesht domethënë këto nuk paguhen me parë dhe nuk kompenzohen, mirë po duhet me konë realisht të vetëdijshëm fillimisht për hakun e prindrit, edhe me kuptue se edhe qysh sillesh ti me prindët, edhe fëmijët tu kanë mos sill me ty, edhe këtë mos e harro. Mirë po nuk është tema jonë tash këtë vetëm me folë për domethënë bamirësinë, mirë po e lidha domethënë nga se javën e kaluar kam folur për hadithin ti dhe pasuria jote janë të babës tënd, e kam zgjedhur pikërisht me folë për biografinë e këtij personi, se prej sifateve më të mira që i ka thënë këtij personi, pse ka qenë i veçantë, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka qenë domethënë njeri i mirë dhe i sjellshëm me nonën e tina. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ka me ardhur një njeri, e ka emrin Uwais bin Amir al-Qarani, prej fisit Murad, prej nënfisit al-Qarani. Thot qofse ka qenë një njeri i cili ka qenë i smur me këtë smundjen e lkurës që domethënë një filan mosbardh lkurat, në arabisht i thojnë baras, lebroz mëse ka boshe, thënë në gjuhën shqipe, mos nëse zgaboj. Edhe thjesht e ka lutur Zotin, edhe u shëru, thotë dhe nuk i ka mbet prej asaj lebrozës vetëm se një pjesë sa një dirhem. Ka qenë njëri, thotë, i mirë dhe i sjellshëm me nonën e vet, kur të takojsh o Omer, se Omer e transmeton këtë hadith, kërko prej tine që me lutë Allahun azza wa jall për ty. Veç kësha nalë të jetë edhe herë këta ke fjala, ka qenë i smur për lebrosës edhe për elbaras, edhe ka është edhe ka lutë Allahun, që ka qenë për njerëzve që Allahu le ka pranu duan, është të lutur që me shëru, Allahu azza wa jall e ka shëru vetëm sa një pjesë e vogël jo. Thuhet për arsyeve pse ka mbetur ajo pjesë mba u shëru, vetëm që njeriu ndoshta ndonjë jetë duhet m'ia përkujtu se si ka qenë e si Allah azza wa jall të ka bë. Ke qenë i smut me këtë smundje, të ka shëru, të kalon një gjurë me të kujtue se çysh ke qenë. Nga se njeriu është e tillë, kur i ka të mirat edhe ku të gjatë, qoftë e shëndet, qoftë e pasuri, qoftë e familje, qoftë e pozit, i merr seancit mirëqena, thu se i ka fitu me njerëz vet, me dijet vet, me angazhim, me lodhet vet, e se din që i ka këtë dhurat prej Zotit. E ndoshta ka herë duhet m'ja prish kësaj ëmbëlsisë me një shaj, ka herë me një smundje, ka herë me një sfroj, inshallah gjithmonë me kanë të vogla që mundem me i bë sabër atyre,
mirë po me ta kujtue se këto begati i ki prej Allahut, ashtu si që ka lënë domethënë këtij, domethënë Uvejsit një pjesë sa një dirhem, prej asaj sëmundjes së kaluar, me kujtu që ke qenë i tillë, Allahut ka shëru, mirë po dije se ky shërim ka qenë prej Allahut Azza wa Jall. Ka ardhur në hadith se nëse domethënë i lutet Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall nuk ja kthen duan mbrapsht, edhe nëse ata kanë Omer, domethënë kërko që me bë dua. Vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po vinë njerëz prej Yemenit, qoftë për haxh, qoftë që vishën një bashkangjit gjihadit edhe luftës muslimanëve të cilët kishin filluar mu zgjeru në territor, domethënë qoftë anej ka Persia, qoftë anej ka Shami dhe ka Bizanti. Omeri kishte tradit me i pyet se a ka dikush që është prej fisit Murad, a ka dikush prej nën fisit El Qarani, e kur e dinte që ka dikush prej këtyre fiseve, atëherë pyeste a ka në mes në juve një person i cili ka emrin Uvejs bin Amir. Edhe vazhdimisht derisa domethënë një ditë e takon, domethënë thuhet se në haxhe ka takuar, edhe takohet me të edhe e pyet a jeti Uvejs bin Amir, po a je prej Muradit, po a je prej Qaranit, po edhe thot kështu e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se është një person i cili e ka emrin Uvejs el Qarani prej fisit Murad, prej në fisit El Qarani, i cili ka qenë shumë i sjellë shumë me domethënë nonën e vet, i cili ka pasur një sëmundje lebrozën në Baras, edhe ka lutur Allahun Azza wa Jall e u shëru përveç sa një dirhemit, edhe më ka kërkuar që nëse të takoj me kërku prej teje që ti me bë dua që Allahu Azza wa Jall më mfal. E i thot Uvejsi, ja Amir el Mu'minin, o dhe heci muslimanëve, a unë për ty me bë dua? Thot po, ti me bë dua për mua, nga se kështu e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai bën dua që Allahu Azza wa Jall më fal, edhe Omeri ja kthen edhe Allahu të falt, domethënë ty, edhe masandej largohet edhe pyet Omeri ku po do me shku. Thot po shkojnë në Kufe, Kufe është qytet, domethënë në Irakun e sotshëm, hala ekziston ashtu. Thot aty shkruaj atij që të kanë vali, që është domethënë udhëhec i Kufës, më tregu se po vjen një njeri i veçantë me banua domethënë atje. Thot jo, se kam dëshirë me qëndrua domethënë në mesin e njerëzve të thjeshtë. Edhe vazhdon ashtu duke mos e njohur më në Kufe, nga sa thash ky është e menas, edhe vazhdon në Kufe, njëri thjesht i rëndomt, asketi të rjekur për jetës, jo domethënë i zhytur pas pasurisë, njëri thjesht që faktikisht edhe tjertë e përboznin ndonjëherë për shkak se nuk ishte që kishte pasuri të madhe, shtëpi të mirë, që kishte domethënë rroba të bukura kështu me radhë, nga sa ai kishte një zakon që domethënë rrobat që i kishte vetëm sa domethënë e mbulonte avretin se i dhurante, bukën që e kishte vetëm sa ngape edhe tjerat e dhurante, edhe vazhdimisht e kishte një dua të thonë o Zot, domethënë kërkoj ndjesë të ti për ndonjë person i cili ka mbetur pa rroba, ose për një njerëz që ka mbetur i uritur, nga se realisht nuk kam diçka tjetër më tepër me dhënë. Edhe vjen një njerëz i mirë prej Kufës me bë domethënë haxh, e takon Omerin, edhe Omeri e pyet prej kajit tjetër prej Kufës, thot a dje një person e ka në Uvejs el Qarani? Thot po, se e njefte. Edhe i tregon tash ky rast, nesh çish është gjendja e tij, çish është halli i tij. Thot valla që i thojmë na i varfër, shtëpinë që lëm me fjaloren domethënë popullore, domethënë kushte të vështira ekonomike, rroba edhe me këshyrë dhe shtëpinë dhe domethënë i darën e sana nuk i ka mirë. Edhe tash ja tregon domethënë këtë hadithin që ka dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se kush është ai person, se nuk është njeri i rëndomt edhe thjesht, edhe kthehet tash ky prej haxhit, edhe takon Uvejs el Qarani, edhe i thot bë dua për mua. Thot ja, pse më bën dua për ty? Ti bë dua për mua se ti tash vetë këtu prej haxhit, ti tash je më i mirë se realisht pejgamberi më ka thonë ai cili kryen haxhin, domethënë kthehet pas haxhit
i pastër për mëkateve, si ka ditë që ka lindur nona vet, plus domethënë udhimi, çdo udhimi është një farë hise për azabit që njeriu në atë kohë me bë dua gjithmonë është më mirë, faktikisht ti e kon të bëni adhurim dhe një ibadet, ti duhet më na bë dua për neve. Edhe ai insiston thotë jo veç ti bë dua për mua. Ai thotë o ti vetë se e kthy për një udhimi të hajrit, për një ibadetit, ti bë dua për neve. Edhe prapë që thotë jo ti o veç bë dua, edhe kupton se insistimi i tij në diçka pas ka ndodhur dhe i thotë a mos e ke takuar Omerin? I thotë po, kam takuar Omerin dhe më ka treguar se kur të ka ishu vesin, kërka ti që me bë dua, domethënë për to, edhe bën dua për to, edhe faktikisht to t'i jep një rob këtë vetë personi dhe sene, se një kështë e punë më mirë, edhe veshin po, se zakonisht njerëz që është din me përqesh, edhe nuk zgjedhin dhe më thonë të nëshe përqeshin e bojnë si për njeriun e devotshëm, si për atë njeriun e përdalur, dhe më thonë të disa njerëz, këto dyje llojet e njerëzve janë njësoj, edhe s'kanë kur fardalimi, edhe e kanë përqesh, edhe thuhet se mësëndej ka marrë pjesë në luftën e Sifinit mes Muavisë e Alis, ka qenë në radhët e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, e thuhet aty ka vdekur, e kështu është mendojnë shumica, e ka prej tyre që mendojnë dhe më thonë që nuk ka vdekur aty, mirë po ka vazhduar dhe më thonë në luftë gjihad ka Azerbajxhani sot shumë, edhe aty ka vdekur, mirë po nuk dihet saktësisht dhe më thonë se çka ka ndodhur, dhe më thonë se si ka vdekur në Sifin, apo ka vdekur anena ka Azerbajxhanit, edhe ndashta nuk është çudi se realisht ai vetë ka pas, dhe më thonë, dëshirë që me u fut në mesin e njerëzve të thjeshtë të rëndëmt edhe mos mu veçue, pavarësisht se kush është e të kështë, përkundrazi asaj që ne e dëgjojmë edhe e shohëm, dhe më thonë, në kohën bashkëkohore, ku realisht njerëzit garojnë te pasuria, garojnë te fama, fatkeqësia më e madhe është ndonjëherë që edhe dikush e merr çështjen edhe fesë, dhe më thonë me garue në këtë aspekt, që realisht kjo dhe Islami, dhe më thonë nuk kanë asgjë të përbashkët, përkundrazi, Islami thret në asketizëm, Islami thret që njeriu mu njoft të Allahu azhjel nuk është më rëndësije, mu njoft të njerëzit a je devotshëm apo jo, nga se inna akramakum inda Allahi atqakum, sado që mundet njeriu me pretendu se njeri i mirë, më i mirë është ai që është Allahu azhjel, më i devotshëm është ai cili është Allahu Azza wa Jall. Edhe ndonjëherë njeriu kur i publikon edhe vend senet e mira, qofse nuk e ka jetën me nxit tjerë me bashkë të mirë, por realisht me thirr për të vetja e tij dhe autoritetet dhe fama e tina, duhet me mendu njëherë me qit gishtin kokë se çka tulon për të Zotin me gjetë nesër te Allahu Azza wa Jall, apo këtë po dën shpërblimin aty në veprave të mira me marr këtë dunjë. Realisht këto kuptime është mirë njeriu që me bën me reflektue edhe me pas kujdes, sidomos njerëz të fesë. Sidomos njerëz të fesë, sidomos ata që të falen, sidomos ata që të agjerojnë, sidomos ata që të shkojnë në haxh, sidomos edhe haxhallarët, me pas kujdes, sidomos këtë kohën bashkëkohore kur jemi në kohën e mjeteve, dhe më thonë edhe rrjeteve sociale, të cilën ka njeriu mundësi me publikue çdo detaj të vogël të madh që ka mundësi me e bë, edhe adhurim po edhe diçka tjetër, mirë po selefi kanë thonë njeriu duhet me i rujt punët e mira, mos mi publiku, ashtu si që ruhet, mos mi adi tjertë gjënohat që i bën. A ka njeri normal, pa lujt mensh, që i bën gjënohat o do mi publiku. S'ka njeri, vetë shofë se është, dhe ma thonë njeri i pandërgjegja, s'ka me kur asë një pikë dhe devotshmëri në zemrën e tina. E besimtari duhet mi mshef veprat e mira, ashtu si që ka që mi mshef mëkatet, edhe me marë shembull, po thëmë këtë njeri të mirë, këtë besimtar të madh, të cëllim duke folër, dhe më thonë, për të Uwais el-Qarani, dhe më thonë, kë tabiin, shumë indershëm, mirë po kisha pas qef mundal njësa detaje, se se kam përfunduar akoma, e ka cekur një realitet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po du më tash me të regu se këtë hadithin që e ceka dhe i tash, dhe më thonë, dy hadithet janë në Sahihun e Muslimit. Edhe po thuaj se shumica e dietarëve prej kohës të hershme deri sotshëm, dhe më thonë, i pranojnë këto hadithe, e pranojnë ekzistimin e këtij personi e kështu me radhë.
është një pakicë e dietarëve që e konteston edhe hadithin, edhe konteston edhe ekzistimin e këtij personit. Mirë po thash, mendimi më i saktë dhe i shumicës është se ky njeri domthonë ka ekzistuar, për to ka përlajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe hadithe e tina ka ardhur edhe në Sahihin e Muslimit, ato dy hadithe, edhe prej ty një prej haditheve ka në Sahihin e Muslimit ka thonë që njeriu më i mirë, domethënë pas sahabëve, është domethënë Uwais al-Qarani. Pra thjesht kjo çështje duhet të ketë dalim mos me ekzistu, mirë po me kalon temën tjetër që po duam me dalë te ajo është me thonë se nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e informon Omerin për një person që ekziston, që ku me ardhë, e ka emrin filan Fisteko, edhe ka qenë i smut kështu, edhe është ka pas nonën, e ka qenë njëri i sjell shumë edhe i mirë me nonën e vet, edhe nëse ju kish lutur Allahut azhjal, Allahu ja pranon, domethënë lutjet e tij, e kështu me radhë, nëse te takon Omer, kërko që Allah me lutaj Allahun për falje për ty, e kështu me radhë, këtë ngjarje me këto detaje po e tregon, a nuk është kjo argument me e ditë edhe më tepër më na ushtu bindja në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol pe hamendjes, po fol pe asaj që ju ka shpall nga Allahu azza jall. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga mendja mirë, po flet nga ajo që është shpallur atij. Edhe për çdo gjë që ka folur, qoftë kaluarën e tashmën kohën e pejgamberit që ka jetuar me shokët e tij, apo në të ardhmen që disa gjëra kanë kaluar, disa do të vinë, peshajat kiametit, e pas asaj, domethënë pas vdekjes së kiametit që ka më ardhur, që ka lajmëruar, çdo gjë që ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë, edhe po ndodh ashtu siç ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është edhe një prej argumenteve që tregon vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberllëkut të tij. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, është se Allahu azza wa jall përveç obligimeve që janë farze, që në tonë nuk arsetohet askush me ilon. Shahadetin s'arsetohet askush me ilon se s'është musliman ai që të thon shahadetin. Çështja e namazit nuk ka arsye njeriu me lënë, s'është me thonë që nëse e fal alhamdulillah, s'u falna domethënë mirë kam punë, se ki mirë hej vallahi nëse s'ki namaz. Ose domethënë rrin agjerimi edhe kish kudret edhe shëndet edhe si udhëtar me agjeruesane. Këto janë obligime që njerëzit nuk arsetohen. Mirë, po pas këtyneve që janë farze, veprat që njeriu afrohet te Allahu zela që janë vullnetare, nuk është vetëm një vepër. Janë disa domethënë dyrë. Dikush ka ma qef namazin, dikush ka kudret edhe gjen vullnet më tepër më agjeru. Dikush gjen kudret dëmon me mësu, dikush domethënë më merr me të varfër edhe thjesht me ndihmu njerëzve skamnor. Dikush e ka domethënë që me usil me prindë vet. Realisht njeriu të gjen veten aty ku është i kënaqur Allah xhela ai që thjesht ka vullnet edhe e kryen më së miri edhe thjesht është i vazhdueshëm në ta. Nga se dyrt për të Allah xhelin të shumta, mas farzeve, mos mendoj që me nisë të mirë ty të lën obligimin e namazit, si më të fol kët runa Zot, thash mas farzeve, njeriu të le të gjen veten ku ka mundësi me mbulu hapësirën e kohës vet që më tepër më afrua Allahut azza xhel. Dikush me namaz natës, dikush me agjerim vullnetar, dikush ndihmu skamnorëve e domethënë njerëzve jetim kështu me radhë, dikush ndoshta me haxhe me umre, dikush duke dhënë ligjërata, duke mësuar, dikush do me prindër, secili të gjen veten aty ku i përshtatet natyrës së karakterit vet dhe ku ka vullnet më tepër, edhe që e bën më së miri se me lejen e Allahut azza xhel te Allahu azza xhel nuk kur gjë. Këtë kisha pas qef me kuptua dhe këtë e përmendëm shpesh në ligjëratat tona. Çështja tjetër që kisha pas qef me fol dhe këtë çështje është çështja e asaj se njerëzit kanë mundësi ndonjëherë me keq kuptu këtë rastin e Uvejsit me Omerin. Omer është sahabi, shok e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njerëz më të mirë mas pejgamberëve janë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo s'kontestohet nga se ka ardhur kështu në Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtu ka ixhmat, domethënë të sahabëve, dietarëve, që njerëz më të mirë mas pejgamberëve janë sahabët. Po qysh me i thon me lut apo me kërku sahabia me bë dua domethënë prej dikune që i thuajmë ne tabiin është domethënë në shkollë
domethënë pas apo më poshtë se sahabio. Realisht kjo duhet me kon shumë e qartë në nesin tonë se realisht kjo nuk e bën kurrë se Uvejsin më të mirë se sahabin. Jo se Omerin, po të se sahabia më i vogël. Sahabia që më s'pakti ka qëndru me pejgamberin se më dhe ka pa pejgamberin s.a.s. Nuk e bën Uvejsin më të mirë se çaj sahabi. Absolutisht. Edhe thjesht qofse ka kërkuar pejgamberi që Omeri, se sahabi, me ba dua, dhe me kërku që kjo me ba dua për ta. Është si ajo forma kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar që mas thirrjet e zoni, ne me ba dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që Allahu azza wa jalla më dhon al-maqam al-mahmud, dhe më dhon domethën pozitën që do të falenderohet nesër ditën e gjykimit kur bën shefatin e madh. Që realisht këtë rast i bie që ka kërkuar Omerit edhe pse ti je sahabi, edhe pse Allah të ka përgëzuar ty me xhenet, absolutisht ty mos u mjafton me kaç, kërko vazhdimisht mirësi e punë të mira, e peksoni edhe domethënë me kërkua, domethënë falje pejteje për ty Uvejsi, mirë po edhe Uvejsi është ai i cili përfiton domethënë kur kërkon domethënë dua për një besimtar që është Omeri, se tash nuk është puna se cili është më i mirë këtu, mirë po cili domethënë ka domethënë mundsinë që me bë dua dhe me pranu te Allahu azza wa jall. Edhe kjo të nshëllidhe me selën tjetër ajo është se qofse është njeriu gjallë, edhe e dim që është njeri i devotshëm, qoftë nga ajo që më ka dhënë Kur'ani dhe Sunet, siç kanë qenë domethënë sahabite e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo siç ka qenë ky Uvejsi, s'prish punë me shku me thonë bë dua për mua. Edhe pse ka dietarë që kontestojnë këtë. Domethënë me kërku që ai më bë dua për ty. Po ka për dietarët që e lejojnë këtë punë atë. Mirë po me bë dua Allahut se ai sa është gjallë. Jo runa zot ti me shku pse mendon që ai është njeri i mirë. Mas vdekjes tina me lut ata. Edhe ai më ndërmjetësu pse ka qenë i mirë dhe ndoshta i devotshëm me ndërmjetësu te Allahu azza xal. Thjesht ashtu siç kanë shku sahabët te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me bë dua për ta. Sa ka qenë gjallë. Mirë, po asnjë sahabi s'ka shku pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kërku dua pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam masa që ka vdekur. Ashtu siç ka shkuar Omeri dhe ka kërku pe Uvejsit me bë dua sa ka qenë gjallë. Absolutisht nuk shkohet me kërku dua masa që vdes Uvejsi, apo ndaj njeri tjetër i mirë dhe i devotshëm që vjen pro mas Uvejsit. Kjo duhet me qenë shumë e qartë, domethënë nga se runa Zot njeriu me e lut dikon. Dua e cila si takon vetëm se Allahu azza wa jall, qoftë ai gjallë i vdekur, të na konstatuesin e shirkut është gjuna e cili Allahu azza wa jall nuk ja fal, kërkuna edhe pejgamberi Allahu azza wa jall me qenë. Kjo edhe fundit për mos me e zgjat. Dhe njerë këto ligjërata tona vëllezër të nderuar, po flasim ka herë për dispozita, qoftë në akide, qoftë koment të jetëve, qoftë domon dispozita që kanë bëjmë me namazin, me zakatin, me agjerimin, me martesën e kështu me radhë, halal, haram, bën, s'bën e kështu me radhë, e ndonjëherë me këto çështje, sikur zemra jon ka nevojë për me pasur një ushqim tjetër. Ashtu siç kem nevojë ndonjëherë me na përkujtu vdekjen, ashtu siç kem nevojë me përkujtu ahiretin, ka herë kem nevojë me na përkujtu, domethënë këto biografitë e këtyre njerëzve të mirë, që më i marrë rnek, që më na u buzbut zemra, që më shpërësu që edhe na me ec hapa vtyre, që thjesht ndoshta Allahu azza wa jall më na bashkua domethënë me këta njerëz të mirë në xhenet. Pra thjesht nuk është e rastësishme që e zgjedhëm këto raste e këto biografi, po shpresojmë që mas pare me kanë frymëzim për neve, po edhe për juve apëton se apëton njeriu ka mundësi me qenë i mirë, e si jem të folë diçka që është abstrakte, mirë po ato mësime që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, ka njerëz që i kanë zbatuar, ka njerëz që i kanë praktikuar, ka njerëz që i kanë jetësuar, që janë bë model dhe më thonë rnek për njerëzve, e që ne duhet të tillët me i pas rnek edhe me i pas shembull në jetën tonë, e kurse se domethënë njerëz tjerë. Ndoshta ka edhe çështje tjera, mund dalë edhe fjalë, se ka pas fjalë thonë të mira ky njeri që i kanë shkruar dietarët, prej tyre ka pas një fjalë tash më kujtuar, e ka thonë që
kur të lutë Zotin, lutë si një njeri që i ke myt 100 vetë. Si ke myt, ama për ullu për Allahu Azza wa Jall. Nështroj ju Allahu Azza wa Jall me plotësi. Sikur s'ka gjinaqar më të madh se ti. Sikur këtë njerëz tjerë më të mirë, ti je më i keq për njerëzve. Ti i cili as më shumë të ke nevojë për rahmetin e Zotit. Ndoshta këtë kanë shpëtu, ti e ke punën pec. Ç'është të lutë Zotit? Jo me arrogancë, jo me mendje madhësi, jo thu se Allah Azza ka nevojë për ty unë Zot. Thu se ose ndoshta Zoti s'ka nevojë, po ti s'ke nevojë për rahmetin e Zotit. Thu se qofse Allah Azza më jep ato të mira në këtë dunjë ose në ahiret, elhamdulillah mirë, s'ka gale. Mirë po edhe pa të u bën. Astaghfirullah, s'bën kurse se. Na kem nevojë më tepër për Allahun, më tepër se që kem nevojë për ujë, për ushqimin, më tepër se për ajrin. A pse sekondat jem pyetjen nëse njeriu i mbetet pa ajër. Bënet bindën që edhe më tepër se këta sekondat që kem nevojë për ajër, kem nevojë për Allahun Azza Jall edhe rahmetin e Tij dhe falin e Tij. Atë kur të falsh, kur të lut Zotit, lut jo sikur je gjinaqari më i madh, sikur 100 vete ke myt, sikur s'ki rrugë dalë tjetër, nëse s'ka plan mëshira Allahut Azza wa Jall. Këtë ka fjalë shumë të madhe, fjalën që e ceka edhe më herët gjatë ligjëratës kur ka thonë se ka qenë çat njeri i thjesht, çat zahid i madh, saqë çdo sen që ka pasur ateshat e veta, domethënë i ka dhënë, i ka dhuruar, edhe ushqimin që ka pasur nuk e ka rezervuar, ka dhuruar, ka thonë o Zot, marr se tën nëse dikush ka met pa rroba, pa ushqim nga se unë nuk kam diçka tjetër. E tash muhabeti për lidh muhabetin se tregojnë ndoshta ka ndodhur e këtë transmeton me Sadiun në Hakimin në Mustadrekun e tina, nuk është Sahih e Muslimit kjo pjesë për flas tash, tregojnë se ka qenë kë në Kufe e një njeri dietar duke dhënë ligjërata të mira. Masi ka kryer ligjëratat, disa njerëz kanë qëndruar me uvesin edhe kanë dëgjuar muhabet prej tina. Ama janë kënaqur kanë herë më tepër pe muhabetit tina se edhe prej vet atij hoxhës. Edhe diç ka mungu. Edhe se ka një që ka ndodhë me ta. Edhe njëre për i tyre, këtë transmetuse ka pasën në Usaid bin Amr, e pyet dikan, thët, a njif një mrajt që folke me neve që në bëjke muhabet, që u knaqë shumë të nejtë me ta, që në ka ndodhë, e din dikush shpin. A i tregojnë se po është, dhe më thonë atje, si më thonë filan lagjën kjo shpia tina. Edhe shkon edhe afrohet edhe pyet, a i thët, se pse s'ke dalë, thët, nuk kom pas tesh tjetër, me dalë, dhe më thonë, në gjami, ose me dalë më përzim me njerës. S'kum pas tesh tjetër. Që do tesha që i ka pas rezervi, thash i ka dhonë, s'ka le rezervu. Thjesht që ato që i ka pas e ka la, kur kësë dhe më onë s'ka pas rezervancen, u dash me prit dhejsa teret, me dalë, dhe më thonë, me në gjami, ose me dalë jashtë shtëpisë. Edhe s'ka pas çka me vesh. E kjo thash, e thëta, thua, Zot, më falë mua, që ose dikush jetë, dhe më thonë, pa ushqim, ose pa veshmbathje, nga se unë nuk kam diçka më tepër. E ka atë fjallin tjetër që tregon se ka thonë, kur është pyet çush i ki punë, thotë çush i ka punë një njeri i cili zotet se dena e pret akşami ose e ngrys akşami, domethënë mbrëmja e nuk e dinë çel sabahu, e njerëzit ka mundësi më përgëzu me xhenet apo xhenem, e çysh njeriu ka mundësi më gëzu kur e përkujton vdekjen, e çysh ka mundësi domethënë njeriu me rezervu dinarin e dirhamin kur e dinë obligimet që i ka ndaj Allahut Azza wa Jall, e çysh ka mundësi njeriu i cili lidhet me Allahun Azza wa Jall thjesht me mbet shokatina, se shpesh jeta është e tillë që njeriu ka herë me kon i devot shumë edhe më largue prej harameve dhe mi krenu njerëz të mirë dhe me ndalu nga e keqja, faktikisht s'kan qef me ndëgju këto sene, edhe ndoshta edhe krijojnë ermitësi ndaj teje, edhe nuk kanë qef me nejt me ty, e thot ka herë njeriu ku jeton me Allahun Azza wa Jall nuk i mbetet shok këtë dunja, mirë po e mira këtë këtij tregimi është se Allahu Azza wa Jall njeriu e mirë shpërblen këtë dunja edhe në ahiret. Ka qenë i mirë me nonën e vet, Allahu Azza wa Jall ka shpërblyer këtë dunja duke i treguar përmes pejgamberit sa më merret se ka më ardhi njeriu që është e tillë që domethënë një farë përgëzimi që Allahu Azza wa Jall e din kush është ai, edhe e din mirësinë e tina, edhe thjesht është njeriu i cili nëse i lutet Allahut Azza wa Jall i pranohet duaja. Pavarësisht tash se sa ka mundësi njerëz me të pa, ka mundësi me të pa që je pa autoritet.
je i varfër, e je dhe më thonë shëndet ligë, kështu më radhë. Këto jenë dhe më thonë ato masat të njerëz, të Allahu Azza ka kritere tjera. Nuk është kriter pasuria me koni devot shumë i pranuar të Allahu Azza, as autoriteti, as a ki familje të madhe, as a ki trup të fort, as je i bukur, a ki zot bukur. Këto as të njëna për këtu kriteret të Allahu Azza. Për atë ka në ditë vërtet pejgamberi se ka njeri i cili realisht është esh'ath e akber, i plihërosur e flekshprishur, e i refuzuan për i dyret njerëz se s'kanë qenë njerëz as mja qelë derën, ose ndoshta në qëfë që ndërmjetëson dikun si ja pranon kërkush ndërmjetësimin, ose lyp nuse, kërkush si jap nuse, mirë po me lutë Allahun Azza Jall, mi ba, mi quaj dur të Allahun Azza Jall, Allahu Azza Jall ati personi, dhe më thonë nuk ja kthen, dhe më thonë duan mrapsht. Njëri për i tyre është ky person ka pranuar pejgamberi sa më tharë që e ka shpërblyer me këtë mirësi në këtë dynja para se me shpërblyj në ahiret me xhenetet e tina. Lutim Allahun Azza Jall që të na bën edhe neve që të marrim shembull këta njerëz të mirë, të cilët e kanë pas dërt vdekjen dhe takimin me Allahun Azza Jall, se si do të jetë përfundimi dhe e kanë ditur se pse kemi ardhur në këtë botë dhe ku jemi duke shkuar dhe jemi përgatitur për ahiret. Lutim Allahun Azza Jall që edhe ne të bëjmë të tillë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.